Shqo, isha një pak edhe kronologikisht me që se pej të bimit të madhë, që the asë njerë nuk u përbend, ju për t'i bërë kashillëk, por më koj që donë me mirësin e të bimit të madhë, ne një të bim kash të madhë kemi pas me 1 maj 1990, që ka qenë të bimi i pajtime gjaqër të verrat e luks, të bim që një ka reflektu, dhe po duhet të besoj edhe sot në këtë të bim, që do të reflektë njëjtë, që ky popull të qenë në sytë dhe të bëjmë unit për një të keqe të përgjithshme që po dënë me në ndodhë nesë që kompë. Duke donë nga këtu, dhe mendoj që është i njëjti mesazh, dhe ai ka vepru dhe njerëz ka najtë besnik asej, deri një të bim pastaj tjetër që ishte normal që ishte legal, po që ishte një ide që duhet veproj për shlirimin e Kosovës dhe njerëz kush ku ka mujt me lidhe çfarë ka mujt me pozita çfarë ka pas, këtë luftë shlirimtare e ka përkra. Normal që ka pas e mendim tjetër që ndoshta as mund fitohet lufta, por kjo se ka pegu, nuk ka shku deri në narracion, sa on bu pastaj mas lufte në liri, një ngrit qash fort polemika, sepse sa në kon kundër, sa nuk ka qenë e vërtetë, se pëse të ishin kon kundër, aq, sa është bu pastaj politik, ne do ta kishim paktën një krah sikur ka qenë kraj ose të kolon në spet, do ta kishim një krah tjetër luftrak, se ke pas boshtje për shembull me Fikret Abdiqi këtu. Tu që kjo s'ka ndodhur kurrë. Tentimet, lufta speciale normal që kanë vepruar, por s'kan mujt me ndodhur kurrë. Po kthehemi edhe drejt të votimi që qytet shenit të turpshëm, dhe unë që mendoj është votimi i turpshëm, por që unë mendoj ky votim i turpshëm ka qenë e aq ma keq, ku edhe ky grup tash sot thirret në emrin e frymën e Ibrahim Rugos, e unë po ju them këtyre burrave sot haptas, edhe atyre që kanë votuar, edhe atyre që s'dim në mendon të sot. Në çet gjykim, në çet gjykat, është ka dënuar pikërisht bash Ibrahim Rugova, bash me qëta. Thot dikush pse? Po ju unë po të ves pse? Që unë po të pse? Sepse Ibrahim Rugova, në mbledhjen e Rambujes, pranon të qetë në krye të grupit Hashim Thaqin, prisin e tij. Dhe nëse ky person ne na del kriminal, Ibrahim Rugova kriminalizohet. Dhe kriminalizohet Kosova, dhe duke kriminalizuar Kosova, ky shtet i hyn vetëm kriminalëve pastaj. Dhe unë po thëmë, na ullë pastaj shkon edhe ma larg, na ullë të barabart me kriminalët njështë në bisedime për Kosovë dhe tarme në Kosovës, që duhet botnisht të aprëndojmë që ne ende si kemë përfëndu gjanat komplet si shtet. Ende si me marrë vesh, ende si kemë rri dhe i të një ori reciproke tek atër fituat liria dhe lufta me okupatorit që ke pas. Pra nuk dihet se kush është kriminali, kush është agresori dhe kjo kush është viktima. Po do të paktën të na barazon. Nëse jo viktimën ta kthej tash në kriminale, ata t'i kthejnë viktim, nëse ata s'prin, po do të na ulshin dy palë të kriminalizuara në tavolinë për të manipuluar me ne malet dhe për të bërë pazaret malet dhe i rrit joshjet serbe, jo vetëm narrative që rinia, jo vetëm që na dëmton që rinia tyne kanë të drejtë, pastaj të zbulojnë me kërkim fali për bombardime, me njohjen edhe herë, me këshyrë, a ka pas drejtë Kosovës, ka pas drejtë i shtet, me ligjit, me shqyrtimin edhe herë të fushatës të ligjit të Gjenedes. Por, demi ma i madhë, ka me qenë të na, ka me qenë të brezat të ri,